Përshëndetje nga edicioni orës 14 në ekranin e Blu Televizion, do të ndalemi tek zhvillime deri në këto momente dhe pikërisht e ujësillës kanalizime Vlorë, nisma konkrete për rritjen e arkëtimeve. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtori Ermal Murati konfirmon se janë marrë masa edhe për identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të dyfishta dhe abuzive, me synim për mirësimin e menaxhimit financiar të institucionit. Rritja e arkëtimeve dhe të ardhurave mbetet një sfidë kryesore për shoqërinë aksionere Ujësjellës Kanalizime Vlorë, jo vetëm për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve, por dhe për të mundësuar realizimin e investimeve në qytet. Këto investime nuk lidhen vetëm me projektet e qeverisë, por dhe me ato të vetëndërmarrjes së ujësjellësit. Kreu i këtij institucioni, Ermal Murati, konfirmon se janë ndërmarrë disa nisma konkrete në zona të ndryshme të qytetit, të fokusuara në rritjen e arkëtimeve, si dhe në identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të dyfishta apo abuzive. Sipas tij, synimi kryesor mbetet rritja e të ardhurave dhe përmirësimi i menaxhimit financiar të institucionit. Kjo ndërmarrje që të eci përpara duhet të rrisi pozicioni financiar i shoqërisë, është temë mas indikuar nga të ardhurat dhe nga arkëtimet. Të kuptojmë që ky është një investim nga qeveria gjermane dhe shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare, njëkohësisht nga krau tjetër ne të tregojmë dhe forcat tona si ujësjellës për të përmirësuar pozicionin e saj financiar që të bëjmë investime me fondet e ujësjellës, jo të ngelemi gjithmonë të varur vetëm nga investime që mund të vinë nga donatorë ndryshëm apo nga vetë qeveria shqiptare. Kemi disa nisma, kemi disa projekte që avën eficiencë, përfitojnë nga rasti te zona Partizani Karabashi, ku është vënë linja e re e furnizimit, kemi pas disa anomali aty ku ndodhen abonent me 2-3 linja, neve jemi detyruar që të disiplinojmë të sistem, të faturohet për konsumin real të tij, e njëjta gjë është edhe tek zona e plazhit vjetër dhe aty do kemi një aktivitet për demontimin e linjave të vjetra dhe përdorimin vetëm të linjave të reja. Janë disa gjëra që duhet ishin bërë me kohë, por tani kemi dhënë një shtys ndërmarrjes e vetes për ta çuar para këtë situatë. Niveli i arkëtimeve për muajin që lam ishte në 100%, muaj presim të jetë akoma dhe më i lartë, por sfida është që duhet të rrisim të ardhurat e shoqërisë dhe faturimit. Faturimi ka disa strategji për të arritur te faturimi, duhet të eliminojmë humbjet e ujit, duhet të eliminojmë abuzimet me rrjetin dhe duhet disiplinohet dhe pjesa e faturimit edhe leximit nga ana jonë. Problemi i lidhjeve të dyfishta dhe niveli ulët i arkëtimeve janë çështje që kanë ekzistuar prej kohësh. Megjithatë, krahas projektit të ri që po zbatohet në Vlorë, synohet dhe zgjidhja përfundimtare e këtyre problematikave, duke garantuar një shërbim më cilësor dhe më të qëndrueshëm për qytetarët. Pavarësisht luhatjes së temperaturave, fundjava i ka rikthyer gjallërinë Vlorës, ku frekuentimi i Bregdetit është rritur, teksa qytetarët e Vlorës, por dhe të mbritur nga qytete ndryshme, zgjedhin ta kalojnë fundjavën afër detit. Pavarësisht temperaturave jo fort të përshtatshme, fundjava i ka rikthyer gjallërinë Vlorës. Me ardhjen e pranverës, frekuentimi i Bregdetit është rritur, teksa qytetarët e Vlorës, por edhe të mbritur nga qytete ndryshme, zgjedhin ta kalojnë fundjavën afër detit. Si që tregojnë edhe vetë, preferojnë më tepër të shëtisin, por gjithashtu e shfrytëzojnë Bregdetin edhe për aktivitete fizike. Plazhi në Vlorë ende nuk ka filluar, por qytetarët thonë se ky sezon veror ka për të patur një numër të lartë turistësh, të cilët do të zgjedhin pikërisht Vlorën dhe jo vendet e lindjes së mesme, për shkak të luftës. Si në Vlorë? Si është? Shumë mirë. A rutina, jo. Fes, po dalim. Bëjmë një gjëra dhe vërdal, kështu, kthehemi prapë në qabe. Duke ardhur vërdal. Çfarë bën? Nisha ja, hajde vërdal, bridh dhe për cepa. Shumë e bukur. E para joja, s'ka filluar gjallëria akoma. Po sezonin veror si e parashikoj? E parashikoj bombë të madh shumë. Do ketë pushues turistë? Sa të duash. Do ketë sepse ndikon lufta në këtë mes. Do të vinë këteja? Do vinë këteja, edhe kështu që. Unë jam kryesisht shëtitje lungomare. Qyteti është mirë është qyteti, po nuk ka infrastrukturë. Mungon infrastruktura rrugore. Po sikur ka lëvizur një çik. Megjithatë shumë biznese ankojnë se s'ka fluks të madh turistësh. Ndryshoi situata në veror? Po besoj se po, nëse do të stabilizohet dhe situata në Iran, lindjen e mesme. Po kjo lufta, mund ndikoj që kemi... Po ndikon. Po kjo ndikon dhe për më shumë se mund të shkëputen gjithë zonat që shkonin turistët, mund të vinë dhe këtej.
mund të ketë ndonjë përmirësim për sa i përket turizmit, se më shumë vjet për shembull i thithi Greqia dhe Turqia, se kishin çmime më të ulta për sa i përket hotelerisë. Ngremi në mëngjes, pim çajin në mëngjes, dalim me burin, bëjmë vrapi, ditë për ditë bëjmë 10 deri në 12 hapa, i bëjmë për ditë. Kënaqemi, ajri pasët, tani shpërqikoa, po bukur, Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Aktiviteti fizik, ju ban gjallë? Po, shumë. Jemi një mosh, po, vrapi, ajo që bëjmë, që hikim ecjen, jemi shumë. Po, sikur po merë pamje, mirë, nuk nga po bëjmë pastrime, rrullojmë temët, i krasisim, jo okej, mirë. Sezoni veror si e parashkon? Do ketë punë, pa tjetër, turista plot, vetë ketë Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Mal, fush, det. Nga shtëpia, bëjnë një pazar atje në mëngjes, i pi bicikletës, vjen ujë të ftohtë, bosh i bidon ujë, i ki prapë në shtëpi dhe ulam. Po Vlora nuk diskutohet që do këtë. Po më shumë i ki në ndaj poshtë këtu. Po lufta s'nikon në Ballkan. Si da që tjetë. Për shumë në Arabi apo në ditën e mesme mund vinë këtej. Po edhe vinë edhe s'vinë ata se e kanë mëni nga shtëpia, po është ma beti këtu vërdalla. Do vinë vëllezrit tanë. Fundjava në Vlorë, sipas informacioneve, ka sjellë edhe një rritje të prenotimeve në një sit hoteliere të qytetit, ku mbizotrojnë pushues vendas nga qytete të ndryshme, por nuk mungojnë as shtetasit e huaj. Vlora po konsolidohet si nga ato destinacione kryesore turistike në vend, duke të requr vizitor vendas dhe të huaj, fal bukurive natyrore, trashëgimisë kulturore dhe ofertës së pasur turistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ndau në rrjetet sociale pamje nga qyteti bregdetar me peizazhe kartolinash. Vlora po konsolidohet çdo vit më shumë si një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri, duke të requr vizitor vendas dhe të huaj fal bukurive natyrore, trashëgimisë kulturore si dhe ofertës së pasur turistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ndau në rrjetet sociale pamje nga qyteti bregdetar që ofrojnë pamje të mrekullueshme me peizazhe si në Kartolina. E vendosur mes detit Adriatik dhe Jon, Vlora ofron plazhe të larmyshme, që nga zonat ranore e deri tek brigjet shkëmbore me ujëra të kristalta. Riviera e saj, që shtrihet drejt jugut, mbetet një ndër atraksionet më të preferuara për turistët gjatë sezonit veror. Zhvillimi i infrastrukturës, shtimi i infrastrukturës akomoduese dhe rritjet e investimeve në agroturizëm, si dhe shërbimet kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e fluksit të vizitorëve. Restorantet me gatime tradicionale dhe prodhimet vendase shtojnë më tej atraktivitetin e zonës. Institucionet dhe operatorët turistik synojnë që përmes promovimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të shërbimeve, Vlora të mbetet një destinacion konkurrues në rajon gjatë gjithë vitit, jo vetëm në sezonin veror. Administrata tatimore njofton bizneset dhe strukturat akomoduese në Shqipëri të bëjnë deklarimin e të ardhurave konform ligjit, ndërsa informon bizneset se duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë në përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekti i rivlerësimeve tatimore. Administrata tatimore njofton të gjithë bizneset dhe strukturat akomoduese në Shqipëri që të bëjnë deklarim të ardhurave konform ligjit, pasi disponon të gjitha rezervimet që janë bërë në vendin ton nga turistët dhe pushuesit përmes platformës Booking. Ndaj bëhet thirrje individëve që kanë siguruar të ardhura nga dhënia e akomodimit përmes kësaj platforme të deklarojnë ato në deklaratën vjetore të ardhurave personale Diva 2025, thuhet në njoftim. Administrata tatimore informon bizneset se duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekti i rivlerësimeve tatimore. Mos deklarimi të ardhurave përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe sjell penalitete sipas parashikimeve ligjore, njofton administrata tatimore, ndërsa thekson se disponon të dhëna mbi rezervime dhe shitjet e realizuara përmes platformës booking.com. Institucioni bën me dije se për periudhën janar-shtator 2025 kanë qenë 17.225 subjekte dhe individ që kanë realizuar shitjet e akomodimeve përmes platformës globale. Referuar shifrave rezulton se vlera totale e rezervimeve në Shqipëri gjatë periudhës së mësipërme 9 mujore ka qenë në vlerën e 80 milion eurove, apo 80 miliard lek të vjetër. Nga këto 12 milion euro apo 12 miliard lek kanë shkuar për Booking si komisione.
Bllokoi trotuarin me inertet e punimeve në banesën e tij, gjobitet 20.000 lek 33 vjeçari në Vlorë. 33 vjeçari është ndëshkuar nga policia bashkiake pasi kishte kryer punime rekonstruktive në banesën e tij dhe inertet i kishte hedhur në trotuar. Hodhi inerte në trotuar duke ndotur ambientin dhe duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve procedohet penalisht 33 vjeçari. Ndëshkohet gjithashtu me masë administrative 20.000 lek nga policia bashkiake e Vlorës. Strukturat e policisë në Vlorë gjatë monitorimin në terren me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe për parandalimin dhe goditjen e palijshmërive kanë evidentuar dhe goditur një rast të ndotjes së mjedisit dhe bllokimit të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe verifikimeve në terren, u procedua penalisht shtetasi AA 33 vjeç banues në Vlorë. Ky shtetas pasi kishte kryer punime rekonstruktive në banesën e tij kishte hedhur inerte në trotuar, duke cënuar sigurinë dhe qarkullimin e lirë të qytetarëve si dhe duke ndotur mjedisin. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, menaxhimi i mbetjeve parashikuar nga neni 201 fraksion A i kodit penal. Paralelisht me veprimet procedurale të kryera nga policia e Vlorës, këtij shtetasin nga policia bashkiake në Vlorë në zbatim të legjislacionit në fuqi. Për mbrojtjen e mjedisit urban ju vendos masa administrative 20.000 lek. Policia e Vlorës apelon për qytetarët që të mbrojnë mjedisin dhe të denoncojnë në numrin 112 çdo palijshmëri që konstatojnë. Në Gjirokastër është zhvilluar Festivali i Shkencës, një aktivitet që ka në qendër të vëmendjes nxënësit e gjimnazeve të qytetit dhe pasionin e tyre për dijen dhe inovacionin. Në Gjirokastër është zhvilluar Festivali i Shkencës, një aktivitet që ka sjellë në qendër të vëmendjes nxënësit e gjimnazeve të qytetit dhe pasionin e tyre për dijen dhe inovacionin. Ky festival u kthye në një hapësirë ku të rinjt prezantuan projektet e tyre kreative duke dëshmuar se shkenca nuk është vetëm teori, por dhe praktikë dhe zgjidhje konkrete për jetën e përditshme. Paraqitemi me një projekt që synon që të ndërlidh trashëgimin me teknologjinë dhe ta paraqes qytetin tonë si një ekosistem kulturor që mund të përjetohet me anë të pajisjeve digjitale. Pra, konkretisht kemi nxjerrë dy produkte, të cilat promovojnë Gjirokastrën. I pari është Muzeu Etnografik Virtual i Gjirokastrës, pra është një përvojë virtuale si kur kalon në Gjirokastër. Është një muze dy gjuhësh me informacion të detajuar për çdo objekt me të gjitha dhomat dhe produkti i dytë është një e-book mbi Gjirokastrën, mbi kulinarinë, arkitekturën, figurat e njohura të Gjirokastrës dhe pra përcjell qytetin tonë me anë të teknologjisë. Me punën në grup kemi realizuar, morëm një ide që sepse qyteti nuk paraqitet në këtë mënyrë të re dhe bashkëkohore, dhe morëm shkak sepse kishim dëshirë që qytetin tonë që është kaq i pasur me histori dhe me kulturë që ta paraqisnim dhe në këtë mënyrë, ta përshtatnim me metodat e reja teknologjike. Nxënësit kanë punuar për javë të tëra për të realizuar projekte në fusha të ndryshme si teknologjia, mjedisi, automatizimi apo inovacionet praktike duke sjellë ide të reja dhe zgjidhje konkrete për problemet reale. Prezantohemi me Smart City, qytet inteligjent me energji të rinovueshme. Tregojmë se si mund të jetë një qytet modern në të ardhmen dhe më i përmirësuar dhe më i zhvilluar për të gjithë njerëzit dhe duke përdorur gjëra të rinovueshme për mos të ndotur më shumë ambienti dhe për të përmirësuar jetën në qytet. Kemi përdorur dhe teknologji të avancuar siç janë mikrobitët dhe qarqet elektrike në seri dhe në paralel. Thjesht krijojmë një ide se si mund të jetë një qytet në të ardhmen. Dhe shpresojmë që të bëhet një qytetet në të ardhmen të bëhet të zhvilluara si ky që ne kemi bërë. Në këtë kuadër, festivali shërbeu si një laborator i vërtet talentesh, ku shpalosën aftësitë krijuese dhe mendimi kritik i të rinjve. Festivali i Shkencës është pjesë e një nisme më të gjerë që po zhvillohet në shkollat e mesme në gjithë vendin, me synimin për të nxitur kërkimin shkencor dhe për të zbuluar potencialin e nxënësve në fusha inovative. Ai përbën një mundësi të rëndësishme për të promovuar dijen, bashkëpunimin dhe zhvillimin e ideve të reja. Përmes këtij aktiviteti, Gjirokastra jo vetëm që forcon rolin e saj si një qytet i traditës dhe kulturës, por edhe si një qendër që investon te rinia dhe ardhmja, duke i dhënë hapësirë mendjeve të reja për të ndërtuar botën e nesërme. Teatri i Kukullave i Qendrës Kulturore Vlorë ka prezantuar këtë fundjavë shfaqjen Kësulkuqa. Sipas aktores amatore të këtij teatri, Androneda Çaushllari, kjo shfaqje përcjell te fëmijët mesazhin që t'i duan prindrit, familjen dhe veçanërisht gjyshrit. Teatri i Kukullave i Qendrës Kulturore Vlorë vjen këtë fundjavë me shfaqjen Kësulkuqa. Androneda Çaushllari, aktore amatore e Teatrit të Kukullave, tregon se kjo është një nga shfaqjet më të bukura që mund të paraqitet fëmijëve. Sipas Çaushllarit, kjo shfaqje transmeton tek fëmijët mesazhin që t'i duan prindrit, familjen dhe veçanërisht gjyshrit. Aktoria thot se Teatri i Kukullave krahas shfaqjeve në sallën e Pallatit të Kulturës ka pasur sukses edhe në shfaqjet e organizuara në sheshet kryesore të qytetit.
Sot kemi Kësurkuqen, një fabul ose një përrall siç e njohin të gjithë fëmijët, ku në thelb është dashuria midis prindrit dhe fëmijës, atë që ne nuk duhet t'i kundërshtojmë asnjëherë prindrit, të kemi vathën vesh këshillat e tyre, dhe padyshim dashuria midis mbesës dhe gjyshes. Sot fëmijët do jetë një ndër shfaqjet më të bukura që ne kemi realizuar në këto vite dhe shpresoj që salla të jetë plot. Ndërsa në datën 28 do të kemi Perla e dritës së detit. Është një fabul shumë e bukur, ku ne paraqesim ato problematika që ne i hasim çdo ditë duke qenë se jemi një vend bregdetar dhe nuk duhet ta ndotim ambientin. Në këto javë ne nuk kemi qenë gjatë gjithë kohës në stall, kemi qenë edhe në terren, ku kemi zhvilluar padyshim aktivitet shumë të bukur me teatrin e kukullave dhe kemi qenë shumë falendërues të gjithë fëmijëve dhe prindrit që i sjellnin fëmijët për të mësuar dhe për të marrë këshilla nga këto fabula që ne paraqesim. Si një aktore e re, ajo thotë se është kënaqësi të jesh pjesë e teatrit të kukullave. Fëmijët sipas saj janë kritikët e vërtetë të çdo shfaqjeje. Ka filluar si fillim si pasion. Më pas ne kemi gjetur veten në këto role, në zërat që ne realizojmë, në personazhet që ne hasim sa herë që kemi premiera të reja dhe ne realisht tani po fillojmë po punojmë për një premierë të re, duke patur në thelb atë që fëmijët duan të hasin. Ato vështirësitë që ne mund të hasim gjatë gjithë ditës dhe padyshim fabula do jetë më e pranueshme dhe më me kërkesat e fëmijëve. Ne e kemi si primare që fëmijët t'i kemi në thelb dhe duam që fëmijët të reagojnë gjatë kohës që ne bëjmë shfaqje. Të pëlqen ky profesion? Absolutisht, është një ndër punët që unë mund të bëj me shumë qef, shumë dëshirë, shumë pasion, sepse fëmijët janë ata kritikët e vërtet të artit. Sa ata nuk kanë ndrojtje për ta thënë se kush ishte gabim ose kush ishte personazhi i tyre i preferuar. Kjo është shfaqja e parafundit e pranverës që ngjitet në skenë. Më 28 mars do të jetë Perla e dritës së detit dhe më pas do të nisë përgatitja për premierën e cila do të jetë e re. Bashkë përfundojmë këtu me të tjera zhvillime në edicionet e radhës. Mirupafshim deri atëherë.